Më çuditi një ditë një miku im. Ora, hajde këtu, më tha, ma ke pirë kafe ndi, o, kafe piva, më thashmë. Hajde, rrim pak, hajde, thaj. Ja, vajda ti, më tha, more punon, më tha, mua, TikToku. I them unë, ky imi punon, të tjerëve nuk e di. Unë sa hap me TikToku, më tha. Nuk e hap me unë TikToku. Dhe pse e thash unë, qatë ka gjetër ty e i shkreur, thash. Ora, më tha, mua, unë njofa njerën, tha, në TikTok edhe kishim kohë që këmbenim mesazhe, foto, ajo rrinte në Itali, më tha mua. Edhe më tha që unë kur të vinë në Shqipëri, kur të vinë në Tiranë, kam dëshirë të takohem me ty. Po mirë, i thash, tha, me kënaqësi, se mendoja unë që do vinte vërtet, thaj. Ku mbasa kosh, tha, mbasi kishim këmbyrë sa foton e pashun, tha, i femre bukur, i thash vetes, tha, që ty s'të bie me radha të takosh të tillë materiali. Kur kjo erdhi, tha, në Tiranë edhe më qoj mesazh mua tha që erdha. Edhe më mori, tha, i thash të mbaj po mirë, dakord, unë vi takohemi, po mua më janë rralluar dhe emët, unë nuk i kam të tërë dhe emët. Më tha, s'ka problem, aq sa të kanë ngelur, hajde. Vajda, më dhaj, ti e të shpia, ajo kishe qeni në kran, nuk të linte qeni, ti afrohesh edhe unë rrinjëm larkë, thaj, dhe përshëndeteshim larkë. Hajde, më thaj, o brenda. Po thashta që do benjë dhe u futa brenda, më thaj, krevati rregulluar edhe. Më tha, hajde tani shlodhemi, pasaj nesër ik. I thashta, po, mua më ha qeni, që do benjën? Mos ki merak, ta e mori qenin, kjo tha, e lidhi të kemse tavolinës. A i qeni, hajde, më tha, shtrimi krevat. I thashta, nuk futem krevat, unë i thashta se unë i kam frikë qend, aq sa të leura ben ai, aq porë do qojnë krevatun, edhe ty të duhet një ditë të tërë që të nxirësh porë dhe në shtëpia, i thashta. Edhe më tha mua, ti mund të joshësh një femër, tha, po nuk josh edhe qenin e ase femrës, tha, nuk e qenë Terezi, më tha mua. Që të pas ka gjetër alumat, i thashun.